E cilësuar si perla Alpeve juglindore të Europës, Malësia ka këndimendit të rreq vizitorë të shumtë në çdo stinë, ndërsa tani ngjyrat e stinës janë një spektakël i papërsëritshëm i natyrës. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale pamje nga këndimendit i Malësisë Madhe, ku vjeshta zbukuron me ngjyrat e saj magjike, një peizazh që tërheq vizitorët e natyrës drejt një destinacioni unik për shkak të bukurive natyrore dhe reliefit të larmishëm, i përshtatshëm për turistët që duan të shohin natyrën. Malësia këndimendit tërheq po ashtu edhe turistë aventurës, të cilët mund të eksplorojnë zonën duke bërë hiking nëpër shtigje të ndryshme. Malësia e Madhe, pjesë e së cilës është dhe këndmendi, ofron pamje të rralla në çdo stinë të vitit. Investimet në infrastrukturë kombinuar me investimin në përmirësimin e peizazhit urban i kanë bërë disa prej njësive administrative lehtësisht të arritshme duke dhënë vlera peizazhit natyror. Kjo zonë ka potenciale për zhvillimin e sporteve dimërore, kampingje me çadra si dhe struktura për shërbime gastronomike, të cilat janë miqësore me natyrën.